Nënat Remzie Ramadani dhe Kymete Hoti. Mes lotësh përkujtuan bijtë e tyre të cilët u vranë u masakruan 27 vite më parë në mars të vitit 1999 në Krusht të Madhe të Rahovecit. Biti kujtom që ashtu njën më po vinë për vizitoj, me pikëqyrë, me për lopë, apet për lopë që tu dili për razonë, këte kur sa më shkun punë, mi shti një sotin to. Nësë jam konë heqë, jam konë të qika. Aty më ka zonë se qikës me kanë mytë burin, më ka zonë luftë aty, arsi këm pa ka kanë nej, arsi këm pa ka kanë shku, arsi këm pa ka qëshi kanë marrë, arsi ke kanë marrë, është kur këm një kristin krushë luftë. Që aty të një kom ikë për Shqipnia, ma si kom pa hiqë. Mas 6 javë, që jam zatet me të mitë, me plakën e me djallën qeta, me nipa, për flakë, bolë flakë më kanë bërë. 3, me graje kom gratë, kanë thmi, mu kanë rritë, i kom që në gërbet, shumë mirë tash janë, mësë janë rritë, edhe unë e përsho tash një pa knashësia, mësë i pisho djallin, pisho nipat, edhe këta për di që i kom që tu zotin më bashkoft atje në dyje me këta, me letov zoti. Si kujtoni ditët e fundit? Ditët e fundit që shi kujtojnë, pram besoj që gjatë natën shkomplet. Qysh dhe na me shku nese, qysh du mi pa, qysh du mi lanë, po rezon dili, 3 po ngajnë në përfush, po përnojnë të mitë në tokë më ka një. Shëmë e bo. Sa vjeç është të njëri? 25. Në Prishtinë, fakultet, geografie, në ka më të shkoj. As kush bële, as të dënjuan, as një halatë sot. Shumë e bu, duhet më pajtu. Njonët. Nuk po muj. Kom fjellë bëllë, po s'po muj. Edhe pak tonë të kanë pajet. Pse? Pse, për karikat veta po punojnë. Ma kanë mytë djallin, shkova me marë pensionin, tha dush pensionin e djallit atë tëndën. Qërë, dhe ta qëtë gishtin kërye në të folin. As po tutën për zotit, A ka qënë djalli i martë? Jo, ta kërë shkollën dhe kënë njënë se ma hupë fijen njësja. Ta kërë shkollën në vitin e 2 geografien. Kajtë pesë që i ka pas këtu në kërësh. Presidentja Vjosa Osmani me këtë rast u shpreh se sot po qëndrojmë në Krusht të Madhe, aty ku dhimbja është gdhendur në çdo gur, në çdo prag shtëpie e në çdo zemër që rrej për drejtsinë e Kosovës. Në marsin e vitit 1999, kjo tokë u mbulua me dhimbje të papërshkrueshme. 241 banor të Krushës u masakruan nga forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë. Në mesin e tyre edhe 7 fëmijë e 5 gra përfshirë një grua 7 zënë. Ata nuk u vranë në betejë, por u vranë në fshatin e tyre, në shtëpitë e tyre, në përqafimin e familjeve të tyre. Ky ishte një krim me paramendim. Kjo ishte një masakër e planifikuar. Ishte një akt i qëllimshëm për të shuar jetë, për të shuar kujtesë, për të shuar vetë ekzistencën e banorëve të këtij fshati. Ishte një përpjekje për të shfarosur shqiptarët nga tokat e tyre. Kryetari i Komunës së Rahovecit Smajl Latifi dhe ish kryeministri Ramush Haradinaj gjatë fjalimit të tyre theksuan se sot po përkujtojmë një nga masakrat më mizore të kryera nga aparati shtetëror serb. Dhe vërtet në gjirin e kësaj ushtrie vepruan bijtë e bijat më të devotshme të kohës. Edhe krushanët e dëgjuan zërin e arsyes, artikuluan nga biri i këtij fshati dhe u rreshtuan masivisht, ndërsa mbështetja materiale logjistike ishte shembullore nga krushanët. Këtë atë dashuri dhe këtë përkushtim krushanët e paguan shtrejt me gjakun e tyre. Pse ende ka pa gjetun, edhe pse ende s'ka ndodhur drejtësia për këtë masakër në Krusht të Madhe, në Krusht Vogël, në Selin, pastaj në Fortesë gjithkund. Besoni, është krejt e logjikshme. E që me shpreh shqetësim, pse nuk ndodhur drejtësia, nikosisht është e drejtë, pra, me shpreh shqetësim, si ka mundësi, që ende mu gjykue UÇK-ja. S'ka lidhje cili është. A ka emrin Ramush, a Fatmir, a dikush tjetër, a ka Hashim, a Kadria, Jakub, a Rexhepa, o UÇK-ja, njerëz që kanë luftuar me mbrojt vetën. Shumë e pa shpjegueshme që kjo. Këto po na ndodhin vërtet, po
unë me leje në nderim të rënëve sot, jo vetëm sot, të ditë, se kanë fillu ma herët, 24, 25, 26, vazhdojnë besa, edhe me eja e tjera, edhe janë në gjithë vendin, në gjithë Kosovën, pra, shumë, qindra masakra, si të veprojmë atu, si të nderojmë ta. A ka diçka që muj me bo, ma me sinceritet, ma me nderë, si popull po flasë, si Kosovë. Disa popull i thojnë se akmarja ma e mirë është suksesi. Ne do të me punu shumë që kur mos me qenë pa mbrojtur. Përfaqësuesi i fshatit Sejfullah Sejfullahu dhe ministri i Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare Antin Hoti u shprehen se mërzia për më të dashurit e tyre është shumë e madhe, ndërsa mosbardhja e fatit të zhdukurve është plagë e hapur për ta. Në fillim besuam që koha do i shëron sadopak plagat, por përkundrazi koha neve na i ka ngarkuar edhe më shumë plagat. Janë pothuajse 10.000 ditë dhe ne pekllimin e kemi 10.000 herë më të madh. Neve na vranë, masakruan, na dhënuan dhe na kallën gjithçka që kishim arrit me ndërtu me shekuj. Na vranë e djegën familjarët tanë, e neve të gjallët na kallën shpirtin, kallën pothuaj gjithçka mbi tokën e Krushës. Ne që mbituam, filluam të jetojmë me shpresën e drejtësi dhe me besimin se që ata që na imbushën fushat e fëmijëve me varre do sillen para drejtësisë. 241 të vrarë e 64 të zhdukur përfshirë edhe babin tim. Një fshat i tërë i goditur nga një krim i organizuar shtetëror. Këto nuk ishin akte të rastësishme. Ishin pjesë e një plani të menduar dhe të zbatuar plan për spastrimin etnik të Kosovës. Serbia gjakatare nuk u mjaftua me vrasjen. Ajo përpoq të zhdukte gjurmët e krimit, të fsheh trupat dhe të mbuloj të vërtetën. Dhe sot, pas 27 vitesh, e mban të mbyllur në arkivat e saj të errta përgjigje për shumë familje të Krushës dhe të Kosovës. Edhe sot në këtë vend, tek varrezat vendosen lule mbi varre të zbrasta. Masakra e Krushës së Madhe e vitit 1999 mbetet ndër plagët më të rënda dhe më të dhimbshme në historinë e Kosovës. Krusha e Madhe është simboli i sakrificës, i dhimbjes dhe i qëndresës. Shumë të zhdukur ende sot nuk janë në varr ku të prehen në paqe.